Në tokën shqiptare, nën dhe, nën qytetet e lashta, nën kalat e haruara e deri nën shtëpitë e fshatarëve, shihen mira vite histori, por jo gjithçka u gjet. Ka objekte të pachmueshme, gur të shenjtë, stoli ilire, monedha të rava, statuja antike, ikona mesjetare dhe dorëshkrime të shenjta që u zhdukën pa gjuhë. Disa u vodhën, disa u shitën në tregun e zi, disa u zhdukën gjatë luftrave, të tjerat thjesht avulluan. Ato janë thestaret e humbura të Shqipërisë. Misteret që ende sot trazojnë mendjen e arkeologëve, historianëve dhe gjithë atyre që besojnë se e kaluara mund të ringjallet, nëse gjejmë ato që u zhduk. Rrëfimi fillon me një prej objekteve më të famshme të antikitetit shqiptar, statuja Apollonisë. Në kryevepër e artit helenistik që u gjet në shekullin e 19, në rënojat e qytetit antik, pranë Fierit. Ishte e jashtëzakonshme, e ruajtur pothuajse plotësisht. Një skulpturë që mund të kishte qenë krenaria e çdo muzeu të botës. Por statuja nuk është më. Ajo u zhduk gjatë razirave të fillim shekullit 20. Disa thonë se u grabit nga koleksionuesit evropianë. Të tjerë besojnë se një konsull i huaj e nxori fshehurazi nga vend dhe sot ndodhet në një muze privat. Askush nuk e di saktë. E vetmja gjë që mbetet është fotografia e zbetë në fillim shekullit. E tjetër objekt i humbur është koka e Afroditës, në skulpturë romake e shekullit të dytë, gjetur në Durrës 100 vjet më parë. E bukur, elegante, me simboli i qytetit antik të Dyrahut. Por fati nuk e kurseu. Koka e Afroditës u zhduk gjatë luftës së parë botërore. Për shumë vjet, të huajt e kërkuan nëpër koleksione. Disa thonë se ende është diku në Austri, të tjerë se është shkrirë. Misteri i hapur. Por Shqipëria nuk humbi vetëm objekte antike, brenda kishave të vjetra, sidomos në jug. Rruheshin ikona mesjetare të Onufrit, David Selenicës dhe Konstantin Shpatarakut. Disa prej tyre janë vjedhur gjatë dekadave të tranzicionit, të futura në valixhe e të shitura në Greqi, Itali, Francë dhe deri në SBA. Ka kisha ku muret kanë mbetur bosh. Ka famultar që tregojnë se ikonat u morën natën, në heshtje, nga njerëz të armatosur që e dinin saktësisht çfarë kërkojnë. Disa u gjetën vite më vonë në ankande ndërkombëtare, të tjerat nuk u gjetën kurrë. Një rast i veçantë është ai i Ungjillit të Beratit. Një dorëshkrim i shekullit të 5, një nga më të vjetrin në botë. Për fat të mirë, një pjesë e tij ruhet sot në arkivën qendrore, por ka prova që disa faqe të shmuara të kodikut janë zhdukur gjatë viteve të komunizmit ose më herët. Nëse ato faqe do të gjendeshin sot, do të ishin arkivat e UNESCO-s dhe vlerë e pashmueshme kulturore. Por një ndër misteret më të mëdha të historisë shqiptare është ai thestari të garbitur të Durrësit gjatë luftës së dytë botërore. Por Italia fashiste u tërhoq nga Shqipëria. Raportohet se një pjesë e madhe e monedhave antike, bizantine, ilire dhe romake u morën nga magazinët dhe depot e muzeut të atërshëm dhe u nisën drejt Brindizit. Nuk u gjetën kurrë më. Dokumentet e kohës flasin për arka të tëra të zhdukura. Në shumë raste, edhe vetë italianët nuk e regjistruan këtë grabitje, ndoshta sepse ishte e porositur nga komanda e lartë. Një tjetër enigmë lidhet me varin në një fisniku i lirë, të gjetur në rrethinat e Tepelenës në vitet 1950. Duhet se brenda tij u gjetën stoli ari, qype, armë dhe mbishkrime të ralla. Disa prej objekteve u zhdukën menjëherë, para se arkeologët të mbërrinin në teren. Disa fshatar të zonës tregojnë se disa stoli u shiten në Janin
në mënyrë të palishme. Të tjerë thonë se sigurimi i asaj kohe i mori objektet dhe nuk i dokumentoi kurrë. Ndoshta misteri më i madh për shqiptarët është ai thesari të kështjellës së Prizrenit, me koleksioni i madh armësh, stoli, jelekësh, të argjend, shpalla të punuara me dorë dhe objekte të perandorisë osmane. Gjatë vitit 1944, kur frontet e luftës lëviznin me shpejtësi maramendse, thesari u zhduk nga magazinat. Një kamion i tërë me objekte u largua drejt kufirit dhe nuk u pa më kurrë. Legjendat thonë se është gërposur në fshatrat e Hasit. Historianët mendojnë se ndodhet në një muze privat të Evropës. Mister pa përgjigje. Por një ndër rastet më dramatike është ai i relikeve të Skënderbeut. Sipas dokumenteve të shekullit të 17, disa objekte personale të heroit, përfshirë një pjesë të armaturës, një unas dhe një dorë shkrim, ruheshin në një manastir në Itali. Në shekujt që pasuan, ata u zhdukën një nga një. Sot, vetëm disa armë dhe përshkrime mbijetojnë. Çfarë ndodhi me pjesën tjetër? Humbën, u vodën, u shkrin, apo ruhen ende në një koleksion të mbyllur? Thesaret e humbura të Shqipërisë nuk janë vetëm objekte me vlerë materiale. Ato janë copca të identitetit tonë, dëshmitar të historisë tonë, gjua e pararse ta. Çdo objekt i humbur është një kapitull i grisur nga libri ynë kombëtar. Dhe megjithatë, misteri mbetet i hapur, sepse disa besorë se shumë prej këtyre thesareve ende janë këtu në tokën e Shqipërisë, të gërposur, të haruar apo të fshehur. Disa thonë se fshesat e historisë mund t'i zbulojnë një ditë. Të tjerë besojnë se ata do të dalin në dritë, ku një brez i ri kërkoj me guxime për kushtim. Ajo që dihet me siguri është se çdo artefakt i humbur është thirrje për të kujtuar se Shqipëria është një thesar i vetë historisë. Dhe se ende, në çdo gur, në çdo fushë, në çdo rënoj, shihet.